Babe, ti je në fshat apo jo? Sa vjeç je? Unë jam qerim Nezha, Po. nga fshati Gullu, 74 vjeç. Mashallah dhe 100. Kam punuar këtu në Gullu gjithmonë. Me qa merresh tani? Tani merrem me lopë. Me lopë, ë? Aq më kanë ngel më. Sa veta bësh në shtëpi? Jam jetem, jam veç me plak. Vetëm me plak, ku janë fëmijët? Tjerët kanë hikun. Unë nëse ka shtet, se zot jo, veç nëse ka shtet, edhe vetë do në Gullur, kërkesa po ose rruga, e Gjalicave. Ju atë rrugën kërkoni se e keni shkurt, ë? Kërkoj unë që ato, Gjalicave. Se levo rrata me barë shpen nga për Gjalicash. Natë dytë. Sa herë ke kaluar aty se mba mend? Me mteje me sheka me bëria. E kom kaluar sa herë, me të ndetën, jo 75 vjetë, po njëherë 25 vjetë, po. Natë e ditë. Me sheka me bëria me mtej. Unë që fshu. Kanë vdekur njerëz aty, baba? Ati ka vdekun Dileve Koqeku, ka vdek Morazizi nga Gurt, nga rruga e Mera. Ka vdekun kush? Salideta Pajkun. Po janë në shulema tjerë janë. Pra, dhe nuk vuri njeri dorë, vdisni njerëz dhe zvet njeri tërë? Mos e diskuto. Mos ani zjoni që ka duan, shteti ka avu dorë në Gjalica. Adhimshme. Një. Nëse ka shtet dhe komitet fetar i kërkoj në ishet kysha shën kollit, që është shyrë kohën e lek lepurit e të bib lepurit. Pra keni kisht vjetër tu, Një minut tani. Shyrë kohën e lek lepurit e të bib lepurit, di vlazën, të ardhën nga Shqipja. Nga ato di, imi di fajse, 3 fajse. Nezha Kali e Morat. E kuptoj. Pra i kërkon rimëkëmjen e kishës. Me më rregua kishën. A keni shërbim shëndetësor këtu jo? Ka dalë se jam të dalnate, mu që frek. Po, mirë. Këtu në Gullu nuk ke as doktor, as mamije, as elektrikist, as sheka gjaj. Qa shke funi? Të më fali, sa? Se unë jam të kërkue ato që kërkohen. Po. Këtu në Gullu, vetëm shka e kom po unë, 74 vjeç, që e din këtë gjuj lus, me kamaleca, ma e shtilove. Ti rregullon? Unë. Ti e elektricisti? Shqish në 77-ën, e mrapa, unë jam elektricisti i pa rrëg i katunit Gurlur. E dita, dentist jo. Ambulans jo. Shkoll ka? Shkoll jo. Po ku qëjnë fëmijët tu? A ka fëmijë Jo. për shkoll tu? Me edhem një të malë, o që im të vita që shka shpaljote, unë prap, i keshti që jam u shlu, Ti bën dhe dentisti? po i kam më këtë veglat, unë jam dentisti privat, që e ka gërën modja magjarve, jo privat, se privat. e moreve, Pra ti i bën gjitha? po, Që nga çobani e deri ka ke... ban me lop, elektrikist, dentist, Universal është. krejt i kam. Lum fshati që t'ka, a? Një fshati si më kam unë. Sa banor kanë betë në fshat, Ate, bate? banorë këtu fshat kemi ngelu nja 4-5 shpi. 5 shtëpi kanë betë, a? Po. Nga 108 vjetë sa kanë qënë? Kanë ngel jetem, ato që janë të varfun, kanë ngel këtu në fshat të Gurlur. Kurse zekenat kanë hikun. Ata që patën mundësi. Po, muhajgjerët kanë hikun. Ato si nuk e në hasin muhajgjerë, vajkun, e rajnë kërë pa vetë, janë Gurlur. Po si jetoni pa asnjë lloj shërbimi? Pa drit, pa mullaj, pa gjame, pa lor bila. Në jetem që puna arushove në shpella. Janë disa familje Ka që shllafe kanë jam të rregull thonë. shtëpia. Një minutë. Po. Janë kthy disa. Në imi me të ndetën kena nuk vedor as shtet, as privat. Sot jemi këtu për të hapur një kapitull të ri, duke qenë se qeveria ka një program të posaçëm për rilindjen rurale, për rilindjen e fshatit, një program që nis me krijimin e 100 modeleve, ku përfshihet, diskutohet edhe
lura, sepse kjo rrugë kërkon vërtet aventurier për të ardhur deri këtu. Ose hallexhi që s'kan çfarë bëjnë, siç jeni ju që doni s'doni atë rrugë do përdorni. Pra duhet që ne të investojmë për rrugën. Ju falenderoj shumë. A ju ka parë kush babe në demokraci, Asnjë. deputeta, kryetar bashkia, As deputet, as kryetar rrethi, as sekretar i parë, as këto, kanë këto pëllorë zhanat që janë këtu. po, Lur në Po. prefekta. po, njësia administrative. Absolutisht jo. Qerim të tregoshi sinqert. Të tregomi sinqert amit, se për sotin amit, shkëna jetu më grene ato. E më rëve, Mora ka qenë ke shqipe të rejnë. Babe, shumë faleminderit. Shumë për te. faleminderit nga ju. Faleminderit. Faleminderit.